Dashur spektator dhe telespektator, mirë mbrëma. Ju ftojmë sonte për të kaluar së bashku një mbrëmje të bukur dhe të këndshme, me zërat dhe tingujt e ngrohtë rreth sofrës së bukur dhe të pasur muzikore të diasporës shqiptare, ndërtuar me këngët më tipike të trevës së Kosovës, arbreshve të Italisë dhe të Greqisë, si dhe të krajinave të ndryshme të vendit tonë. Në kërkim të rrugëve të reja, grupi vokal instrumental na bashkoi kënga popullore, tashmë i njohur nga publiku, prezantohet sot me një tjetër recital, duke sjellë një buqet të bukur të këngës popullore, këngë të cilat populli ynë i ruan si një thesar të çmuar dhe i këndon kudo, në dasma e në gëzime, në festa e mjedise familjare. E ftuar në koncertin e këtij grupi është edhe këngëtarja tashmë e mirënjohur, e cila dhe fillimet e saj si këngëtare i ka po me këtë grup. Ajo na shfaqet pas disa vitesh në një bashkëpunim të ri. Irma Libohova. Materialin muzikor e mblodhi, e përpunoi dhe orkestroi Piro Pano. Solist Agim Duro, Nimet Salabegu. Kënga Arbreshe, Kur të pash e para herë, kënduar nga Irma Libohova. Në dy
çapkë se ç'më ngacmon. Kore djala se shikon se jo me vogël largo te kurimi më ka nisur nana më ngacmon ai djalo se ç'më pyet shtana largo te kurimi më ka nisur nana më ngacmon ai djalo se ç'më pyet shtana. Qaj ditën e dasmë se do m'push dy buse do t'i them nanës se më do përnuse qaj ditën e dasmë se do m'push dy buse. Rrjedh e shkon si kristal uj i burimit një pinelon dera sot se po shkoj. Rrjedh e shkon si kristal uj i burimit një pinelon dera sot se po shkoj.